këtë fundjavë po e fillojmë me një bisedë në studio, me një figurë që jo shumë shpesh e shohim pjesë të intervistave. Bashkë me mua sot, Liberian Selimi. Mirëseri dhe shumë knaqësi. Faleminderit, mirë se gjeta. Faleminderit shumë. E ceka që jo shumë shpesh shohim pjesë të intervistave, sidomos tash një kohë nuk e qenë shumë afër mediave. Pse? Nashta ka 20 vjet që s'kam qenë nëpër media, seli nuk e preferoj shumë me dalë nëpër intervista, kam qef e najtë mrapa stage-it ma shumë me kry punët e mija se një intervista dyshush nuk kom tërhek dishka shumë. Po për këto 20 vite ke qenë gjithmonë shumë aktiv, apo jo? Dhe pse ndoshta nuk e kemi pa shumë në media? Po ko pas ko aktiv këgja shumë kom qenë, ta shumë t'u bo alama aktiv, qështu t'u punu, po nuk është që jam dalë, po menoj, në nështë ta për kem konë t'u bo dishka. Cili ka qenë fokusi kryesor për krejt këto vite i Liberianit? Fillim e pata këm kry fakultetin, pastaj këm fillu tash jam të punu me një kompani me video editing, e kam si pun primare, po edhe me studio nuk është që kom pauzu, jam të punu non-stop, tash kohën e fundit edhe ma shumë. Si po shkon kjo puna me pjesën e videove të marrë parasysh që një ndër gjërat më të kërkuara të momentit, apo jo? Po është këgja mirë të e ecë, që ajo punë po kërkohet shumë në përgjithësi, e punojmë një film të huj, që kërkohet shumë, punojmë për shumë kreatorë të ndryshëm. Dalon shumë se si kërkohet, themi kështu një video editim në Kosovë krahasim me vende tjera? Po, ka shumë dalim, po më unë ma shumë editoj për Facebook, edhe Facebooku i ka do gjana ke ndryshe, nuk mund është bashkë gjithë shka me qitë dosh, do sene mi kontrolu këgja mirë. Tena është ma shablon, kanë qef që ashtu njejt, kejt mu do, po menoj përgjithsi, i bojnë vetët gati krejt njejt. Në përgjithsi, pra shtetet e huaja kanë atë, ndoshta dëshirojnë me eksperimentu me pas edhe një diçka tjetër, kanë qef kreativitet, kanë shumë qef me eksperimentu me pa qa po bënë tim. Unë e gjithakonisht i ka 2-3 verzione dhe ta një vendosim cilë që ka qysh. Po, në përgjithsi, gjithmonë ke qenë afër muzikës, e përmendet që studio nuk e ke lënë anash asë njëherë. Dhe për këto shumë vite, ke mujt me i pa dhe shumë artista të rinë tashmë që veç se kanë dalë në skenë. Si po e shenë përgjithsi tregun muzikor sot? Mirë, unë jam edhe me Getin DJ ka tash 3 vite në nështë të shku me ta, po sho dishka nështë aty këtu është nëjë dishka different, ma ndryshë se tjertë, zakonisht kejtë po mdoken njëjtë copy-paste një dishka fit tjetër. Nuk po shoh dishka wow që me t'lon me t'impresionu dishka ma shumë. Po mdoket kejtë qashtu njëjtë janë duhe bo një stil. Pra tash 3 vite, veç se je dhe më aktiv, themi edhe të pjesa e diskotekave nëja ndryshme bashkë me Getin, përgjithsi atmosfera, muzika që po lëshohet në klubet në atës, qofë në Kosovë, Shqipëri, ku do që keni pas rastin me performu? Shqipëni e pak ma ndryshe, po këtu në Kosovë përgjithsi, po mdoket është krejt njëjtë të lëshu, po më nëjë zdo klab, aty këtu nëjë DJ-a, diçka që ndërën pak pe tjetërit, ama përgjithsi njëjtë. Unë e shoh që në klabe kam qef për shambull me lëshu Shqip ma shumë. Ka hite shumë Shqip që mund është me lëshu. Ka dhe anglisht, po... Pëlqenë më shumë? Për vete ma shumë nga është anglisht se Shqip, po në klab të kërje të jetu lëshu muzikë për një popull shqiptarë. Do është pak... Pra e ke këshyre dhe qka po ju pëlqenë më shumë publikut, a? Po. Më shumë jemi të pjesa në klubet natës me dëgju muzikë Shqip, hite, treja dhe të vjetra, apo jo? Po edhe të vjetra, dhe të vjetrat janë shumë, po menoj old is gold, edhe që ato dyshysh që kanë qenë gjithmonë hite, ato nuk shuhen kur, mesin gjithmonë në veshën e publikut, dhe ju pëlqenin shumë. Ka shumë hite të pavdekshme këngë të vjetra që ende dhe sot pëlqen edhe dëgjohen. Në përgjithësi, mendon që sot po krijohen këngë të tilla kështu të pavdekshme që ndoshta kemi me i dëgju mas 10 viteve, 15? Është problem si që ceka dhe më herët se për shembull është sezona verës kur i ki këtë këngë, nëse elçën këtë këngë të ki njëjtë, apo tingëllon njëjtë. Këtë është një zhandër, veç aty këtu dallën këngëtari për këngëtarit. S'po di, mund me ndoshta për 100 këngëve 5, më mujnë me thonë maksimumi, ose 6 që mujnë më konë, që mujnë me metë. Ta shketë për bonë, veç sa për me kry sezonën,
kongë, e sa sezonale, nuk është një kongë që mund është me ngu për një kohë ma gjatë. Nëse flasim për periudën e Baba Stars, para sa viteve kanë qenë ndoshta ato këngët që ende dhe sot e cekëm që dëgjohen, i din gjenerata nga më të ndryshmet. Nëse flasim pak për atë periudë, si ka qenë muzika në përgjithësi dhe si është kriju në atë kohë? Në atë kohë ka qenë në kohën, po më nej kur kom qenë edhe në majri, një kohë kur ju marrë dhe vetë me muzikë, kanë qenë ndoshta 2 studio 3 kejtë, u konë pak ma probleme me punu, po u konë ma kualitet se që tash që është u bo. Se ti ke ditë për çka po shkon, për çka po bën. Tash nuk e di, tash është një farë kohë e ka ardhur koha shumë, edhe koha edhe e ajet edhe shumë të senet që kanë ndru, kogja shumë kanë ndru koha. Po menoj që në atë kohë u bo ma shumë kualitet se në qëtë kohë. Në përgjithësi, si mendon që ka ndiku kjo pjesa e teknologjisë, të marrë parasysh që i ka ato anët pozitive, po të njëjtën kohë edhe anët negative? është u bo pak e çuditshme që kjo punë riski, se ti po mund është ditë sudit me bo kongë me Beyoncé, me Rihanën, me këngë dush, edhe po mdo këtë është problem edhe për producenta, njëjtën kohë edhe për këngëtarë, se ja u merë bukën shumë, shumë micës, nuk i nevoj moti për shembull me pagu një ekstra text cruise, ekstra melodin me ta bo dikush, ose ekstra diçka, kur mund është mi bo që aty me jaj krejt. Përmende pjesën mes producentëve edhe këngëtarëve në përgjithësi, sa është vështirë me gjetë një gjuhë të përbashkët? Po, ka shumë, po për shembull ka këngëtarë që mund është mrena 2-3 ore me kry një këngë, ka idenë, ose është qash shumë talent e bën një ide, vjen nesër me ta kryen këtë këngë, ka këngëtarë që ndodh një muj nuk mund është me përfundu një këngë, me to se ka kërkesa ndryshme, ose për shembull s'po m'pëlqen që kjo pjesë i bjen men mas 2 javë, ose nëse po du me ndru. I kam pak do fix ideja se cili ka pak. Mund është me nda ndonjë artist që është shumë i lehtë me punu me të, që ndoshta shkon puna shumë rrjedhshëm dhe dikush që është më detajist, që kërkon ndoshta më shumë? Për mendimin tim që më ka ra me punu, Majki është shumë i lehtë me punu, shumë i lehtë, e kryen shumë shpejt atë pjesën e vetë, e shkruan tekstin, e kryen, shpesh bën edhe freestyle, e kryen, ka plot këngëtarë që mund është me punu, se është veçaj, ka dhe këngëtare që janë shumë talentume në ditë sotit, që kanë shumë talent edhe i adin është ma letë për ta, se ka dhe si këngëtarë që të ri, që janë shumë talentume, që vëllaj të ajnë shpirtin. Qovin, a? Po. E përmende edhe Majkin që është një ndër bashkëpunëtor të emitu tashe shumë vite dhe të regove që nuk është shumë i lodhshëm kështu me punu me të. është shumë i letë, bile kangën dashni e kena bo bashkë. Kena qenë në studio të në dëgju bita, ta që kjo është ma mëti, ta jo lë qëma, edhe veç e ka kry për nështë 20 minuta si melodi, si vi melodike, edhe nesër më nërë dhe ka kry kangën edhe për 10 ditë ka dalë kangë. E kemi pa Majkin në disa temi kështu dimenzione, dhe si në forma balada, si e përmende këngën dashni, edhe me freestyle a më rap. Ku eshe, qëka i propozon ti më shumë kërinin të bashkëpunu, Majkin? S'po di, tash më varet prej për shambull prej kohës. Zakonisht dimrit, na kena qef pak me hi, me nejnë shpe, është pak që koha e balada, pa kështu, Majki është i talentum që ka dush me po, nuk është problem me punu me ta, i mund edhe hip-hop edhe që ka dush. Flasim pak për ato vitet, themi magjike, vitin 2008, ajo periuda, sa ke nostalgji për atë ko? Periuda, kur kam kënu. Ka qenë një ko interesant për mendimin tem, disa bashkëpunime që i kum pas me grupin Skills që ka qenë, që e kanë ka qenë shumë e kërkume, po na ka ra me shkune për shumë klabe, është nga cikur publiku ta këndon kangën tonë vetë, nuk i nevoj ti hish, nështë ma shumë njën ata se që një është ti, ajo ku ka qenë pak ma ndryshe, ma e mirë, edhe s'kena pas shumë telefona as rrjete sociale, po mënejnë që atë kohë ka qenë diçka ma ndryshe se në qitë kohë. Mund është me thonë që ndështë neja të këtonë përgjësi, edhe pse s'ka pas rrjete sociale, telefona, kanë qenë më të mira atër, apo sot? Unë e menoj që atër kanë qenë përgjësi, kejtë senet kanë qenë më të mira, që tash veç që ma e mira që për ki senet ma letë, atër u kom pak ma zërë, ama në atë kohë ka qenë gjithë shka ma kualitative,
çdo vend, çdo klub që ke shku ti, nuk e pas nevojë me zër me shti dikon me fol, tash ti sot i ki në klub i ki ketë njerëz me telefona. Atëherë nuk ka pas, atëherë i shku, e ke ditë për çka po del me shku mu knaq edhe that's it. Po në atë kohë po besoj që ka pas edhe pak më shumë rivalitet, themi, qoftë mes këngëtarëve, qoftë mes grupeve që edhe ato, ndoshta sot i kujtoni kështu më me nostalgji. Mendon që ka sot raste tilla? Po, atëherë ka qenë kohë tjetër, ka pas ma pak këngëtarë, ma pak grupe, ma pak ka qenë përgjithësi ma e vështirë koha në atëherë se koha tash. Ceke që në atë kohë s'ka pasës rrjete sociale, ndështë ka qenë edhe më vështirë promovimi i një projekti, një këngë që ka do qoftë. Sot sa je aktiv në rrjete sociale, në Instagram, TikTok? Unë jem kogja aktiv në TikTok ma pak, vetëm kur po më thirin, shoqënia jem, po më thirin hajta po futesh në TikTok. Kanë qef se unë i bëjt dojmë i time, mi au bo, mi shti pak me këtjesh, po nuk është që po më të rjek shumë. E kanë banalizu që tash kohën e fundit shumë edhe nuk është që po më të rjek diçka shumë. Ko pas kohë, Instagram jam aktiv, tash kom fillu me do projektet mija, jam të prit, mi postuem, me mu mirë me to. Mirë, po e shfrytëzojshe në aspekt pozitiv, që me ishti me qesh shoqërinë, me imitime, pra e paske edhe një talent kështu të fshirë që e paske shpajs, asha? Pas bëllum. E din veç rreth jam i ngusht, e kanë ditë që e kam një gjysmë një talent vogël. Po kështu që tash po kanë qef shok, po më thirin TikTok, hajde pak mishti me qesh. Se më po TikTok veç të ushty njerës. Besoj që edhe shikuesit tonë kanë nevoj me qesh në këtë ditë fundjave pak, apo jo? I ke ndonjë personazh kështu që ke qef me imitu? S'po di, ndoshta kryeministin Ramushin, po shëndetje, kena arë të Lorinda, bajmë dire të shumë, i sot Anita ka flet, po unë u quva i dhe ka dalore. Një ndër personazhet kështu që po besoj që dhe shoqëria zakonisht me imitua. Ka ndonjë tjetër diçka? S'po di, s'është mu kujtu që tash atë Gigja. Dajki, shimi, faleminderit. Edhe aktorët. Disa plot di, po tash për momente nuk do të mu kujtu. Në përgjithësi, je kështu një apasionuar mas filmave, teatrit, edhe këtë pjesë për shkak që je i mirë? Filma shikoj shumë, po teatrit nuk kisha thonë shumë, ama për filma shumë të këshyri filma. Zakonisht seriale shoh ma shumë. Për shkak që edhe jetash në këtë botën e videoeditimeve, mundesh me i vrejt pastaj i analizon edhe në atë aspektash? Po, detajet, qëto ka mujt me abo qëta, në qëtë njërë, qëto njëra ka mujt qëto, është defekt personal, është aje. Tani shesh shumë sene ndryshe, edhe në intervista, edhe në videoklipe, edhe qëka do që shesh, tani gjithë e shehat pjesën ku ti munësh ke mujt qështu, ke mujt qështu. është qajo. E kur jemi tek videoklipet, sa mendon që në përgjithësi këngëtarët shqiptar investojnë dhe bëjnë videoklipet mira? Po, kohën e fundit tash përpara ka qenë më ndryshe, tash koha nuk është ma, nuk mundesh me bo klipe, ma qysh ke mujt me bo të lira qysh kanë bo përpara, tash është kogja një kualitet i madh, edhe po investojnë, ka këngëtarë që investojnë kogja shumë në për videoklipe. Tash e 3 vite përmende që vetë se je më aktiv edhe si DJ i Gate dhe je ndoshta gjatë tërkohës në lëvizje dhe ke mujt me pa edhe ndryshimin përgjithësi të nejeve në vende ndryshme ku ka shqiptar. Si është raporti temi edhe në aspektin profesional edhe personal me Gate-in? Po mirë, Gate është një kogja detajist i ka është problem shumë se ka shumë qef një kong, për shemë, nëse unë jam të lujt në klub, e këmë bo ma vonë se e dinë e ke lujt qëtash, nuk e ke lëshu qëtash, po e ke lëshu ma herët, i kejtë sanit ka qef mi pasë në vi, është pak detajist, me dësë shumë, jo pak, po kogja shumë. Ama kështu është, okej, është artisti, do të mi pasë kejtë sanit që ashtu në vi, për që ata është sot ku është, por në mendimin tem. Në përgjithësi, është një person që ndoshta pranon edhe këshilla, kritika, konsultoheni në aspekt në muzikës? Zakonisht, kur bën ai projekt të ri, mi dërgon, ose në makinin dëgjojmë bashkë edhe ja bëj, mundet që kjo qështu, mundet që kjo qështu, se aje një ndryshe, ndëgjë ndryshe, unë ndëgjë ndryshe me veshtë, se cili e ka atë shijen e vetë, paka shumë.
Po, kështu bisedojnë në përgjithësi për projekte, për senet që ase... Në përgjithësi, mendon që të marrë parasysh që Geti tashe sa dekada është në skenë, është ndoshta problem do njerë edhe me kriju diçka të re, me pru diçka të re, nuk ka shumë që ka lansu edhe albumin të mirë pritur shumë nga publiku. Nuk e ka problem, Geti nuk e ka problem edhe është halatu pënu, ka nështë edhe një album tjetër mundet me qitë, se ka shumë projekte që ka përfundu, nuk nalët punon shumë, eksperimenton shumë në për zhandre, si në zhandre të reja, si të vjetra, si eksperimenton shumë edhe nuk e ka problem. Nështë edhe një 10 vjetë, nuk e ka problem hiç me punu. Po në raportin tash edhe si aqë, sa shpesh je mes Tiranës, Prishtinës? Agja Stars. Agja Stars. Po mirë, unë po shkoj shpesh, biles do është asët e kam mendjen me shku, po Margeti është një angel, është një spodi ka epë shumë dritë shpis, është shumë e dashme, në njëjtën kohë edhe është shumë e gjallë, tepër është e gjallë, edhe është shumë e meshme. Ti ka përngja me shumë Arinës apo Getit, apo është një mix kështu i mirë? Mix është, këgja mix është. Mix është, po është shumë e menqër është. Po e shumë edhe një fotografi këtu, po në përgjithësi të marrë parasysh që edhe Geti dhe Marina janë mjaft të angazhuar në përditshmëri. është vështirë me mbajtë temi kështu raport të përditshëm me Marinën, me Getin, të marrë parasysh jetës së shpejtë, jetës dinamike që e kemi sot, jetës mes Tiranës dhe Prishtinës njëtën kohë. Po ato i kanë edhe tash edhe bizneset e veta që i kanë hape, që po angazhime shumë kanë, çdo fundjavë janë dikon Milano atje këtu, po na kontaktojmë shpesh shihemi, ndoshta çdo 2 javë shihemi, lidhemi këtë familja shihemi. Është okej, po angazhimet tash jeta ka ardhur që ashtu dinamike, nuk po mundesh milion angazhimet, po duhet me punu. Në përgjithësi, sa ke pas përkrajen të familjes në krejt rrugtimin tënd? Po normal, mos me pas përkrajen, nështë as Geti nuk ishim mujt me arrit në qëtë nivel. Përkraja ka qenë gjithmonë e dyanshme edhe prej babit edhe prej mamit. Ko atëherë na ka një mu, s'po di, në atë kohën kur kom qenë une për fmi, po me nëj fmi krejt, nështë 6-7 vjetë, në atë kohë s'ka kom problem, nuk e pas as studio, as nuk e pas, ka qenë problem. Kur kanë udhëtu, prindet na kanë blet gjithë diçka një diçka. Njerë një mikrofon, njerë një diçka, që ashtu kena improvizu në përshpe. Dhe me thonë, qysh në fëmijëri ka lind kjo dëshira juaj për muzikën, a? Po, e kom thonë edhe më shpesh që kur më duket që kur më ka lind nana mu, edhe Getin me dëgjoj se vesh na ka lind, se të në kohën, se di, më duket vetja prej që kom lind jem me muzikë, non-stop me muzikë. Kujtojnë çfarë muzike ke dëgjua atëherë, kështu si fëmijë, si adoleshent, ka ndryshuar ndoshta shija ndër vite? Ka ndryshuar goxha shumë, në atë kohë kom dëgjuar më shumë rap, hip-hop, ma të rond. Tunis pej Dr. Dre, Snoop Dogg, Luniz, Eazy-E, kanë qenë disa grupe në atë kohë, qa kena mujt me gjetë, se unë probleme edhe me gjetë. Du fkre me këshyrë me satelita, me gjetë MTV-në, me prej, me ingjizunë për videokaseta dhe tani me ndëgju non-stop. Tash është krejtësisht më letë, apo jo? Tash është krejtësisht më letë, veç në YouTube, në Instagram, kejtë. Kemi dëgju këto kohëve të fundit që Baba Stars po rikthehet. Ka diçka të vërtet në këtë pjesë? Vërtet mundet me pas, po sa e përket kësaj pjesë është ma mirë me fol Baba Starsat, dikush prej Baba Starsat, se mu nuk më përket shumë ajo pjesë e Baba Starsat, po e di që janë të u kthyt, diçka janë të u përgatit. Përgjithësi tash dim që është edhe kjo koha e këtyre reality show, e shen ndonjëherë vetën në një format të tillë? Se di, kom pas ftesa edhe vitin e kalum, edhe këtë vit, po se di, unë mu përshtat me kejt njerës, nuk e kam problem, po nuk e shoh vetën në qatë dimenzion, në qatë reality show, nuk e kësha pa vetën. Tregove që ke sot angazhime të shumta punë ditore, pjesa e studios, është muzika prapa ajo që ndoshta të bën me undi mirë, me u largu prej lodhjes përditshme që ke? Po, që më pronë natën, kom punu derin dikun 4 e diçka mëngjes. Jam të i realizu disa projekte të mijat personale, disa sete që jam të i bo. Muzika është, për mu është qëtësi, edhe nuk mujën, edhe natën kur du me flej gjithë me muzikë flej, ka të shkojmë për cilë të nduket muzika.
është qetësi për mu. Gjatë ditës kam shumë angazhime shumë të tepërta, me video me sene që ta ngarkojmë pak trunin, jo pak po kogja shumë, po mrame zakonisht ullë në studio dhe gjithë më bjen men me kriju diçka, me bo diçka. Je kështu person që më shumë, dhe thot, punon gjatë natës, të vinë ato idejat dhe... Zakonisht natën, se me nishtë ma herët bisedova që përgjithësi artistat e kanë qatë problemin natën, gjithmonë. Gjithmonë natën është ma qetësi, është që ashtu të vjen ma shumë kreativiteti natën. Ka ndonjë këngëtar, ndonjë artist që më shumë preferon ndoshta me inqizu një këngë gjatë ditës dhe ndoshta të nuk jenë atë elementin tënë më të mirë? Ka, zakonisht ka shumë, po unë e preferoj gjithë ja bënë mas ditës se nuk muj me punu ditën, diqysh nuk muj, unë kom ka ndohë, kom punu, tashtës nuk jam unë wow, po ma shumë e preferoj natën, me mas dite, që zakonisht, mje. Ke edhe ndonjë aktivitet tjetër që preferon me bukshë gjatë kohës së lirë, së mos edhe fundjavat, kur ndoshta i ke pak më lira? Po, e kena një termin, kur kom qenë ri, kom lujt basketbol, kena një termin basketbol me shok, shkoj 2 herë njavë, e kena një termin, shkojmë lujt basketbol. është pak edhe një relaksim. Libi ke shumë knajësimit pas të studion e fundjavës, faleminderit shumë për kohën. Shumë për juve, jetë së problem, respekt. Ishte shumë knajësi.